edhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta thotë fjalën e saj. Unë konsideroj që përgjigjja cila do të qoftë ajo nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë një konsekvencë politike shumë të madhe. Nëse eventualisht do të mundësohet krijimi i një shumice të re në Parlamentin e Kosovës, ne menjëherë do të mund të kishim një zhbllokim të situatës, sepse potencialisht do të mund të kishte edhe një akordim për ndarjen e përgjegjësive përkatësisht posteve politike. Por në anën tjetër, një përgjigje negative do të thoshte që LDK mban një pjesë të madhe përgjegjësisë për situatën në të cilën gjendemi. Ftesa e kreut të lëvizjes vendosje drejtuar kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit, faktikisht nuk ishte as e sinqert, as me tendenca për të zgjidhur situatën e ngërçit të cilin po vazhdon të jetë Kosova. Ky veprim i sotëm i lëvizjes vendosje përkatësisht i kryetarit të saj, zotnia Albin Kurti, ka dy elemente më rëndësi. E para bëhet për të shmangur ndoshta fokusin e dështimit e seancës, dhe e dyta është pikërisht produkti i këtij dështimi. Pamundësia për të shkuar më tej pambarimisht. Dhe në këtë mënyrë ai ka zgjedhur një partner potencial për të formuar një shumicë të re pas këtyre zgjedhjeve. Letra që është drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës është produkti i kësaj pamundësie. Natyrisht i përket lëvizjes vetvendosjes që të përcaktoj se me kë mund të bashkëqeverisë më lehtë, por në të njëjtën kohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta thotë fjalën e saj. Unë konsideroj që përgjigjja cila do të qoftë ajo nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë një konsekvencë politike shumë të madhe. Nëse eventualisht do të mundësohet krijimi i një shumice të re në Parlamentin e Kosovës, ne menjëherë do të mund të kishim një zhbllokim të situatës, sepse potencialisht do të mund të kishte edhe një akordim për ndarjen e përgjegjësive përkatësisht posteve politike. Por në anën tjetër, një përgjigje negative do të thoshte që LDK mban një pjesë të madhe përgjegjësisë për situatën në të cilën gjendemi, sepse fakti që është ofruar mundësia e koalicionit në mënyrë automatike do të mund të prezantohet pastaj nga lëvizja vendosjes si një mungesë totale e vullnetit politik për të zhbllokuar situatën. Ftesa e kreut të lëvizjes vendosje drejtuar kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit, faktikisht nuk ishte as e sinqert, as me tendenca për të zgjidhur situatën e ngërçit të cilin po vazhdon të jetë Kosova me të gjitha këto epizodat e tentimit për të konstituar kuvendin, pra për zgjedhje kreun e kuvendit dhe organet përcjellëse. Ajo ishte më shumë një ftesë e cila i rikujton bëmat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i rikujton se ajo në një formë ose tjetër ka qenë bashkëpunuese me të gjitha subjektet politike, pse ajo nuk mund ta bëj tani këtë. Unë konsideroj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka momentin e vet historik që duke ndarë mendjen fuqishëm, pra të një juje të pastër, të kthehet vetes dhe të duke qëndruar, po flasim për numrat aktual të fuqisë që ka në Kuvendin e Republikës Kosovës, të kthejë identitetin Lidhjes Demokratike Kosovës dhe t'i hapë atë perspektivën, po them, këtij subjekti politik i cili e meriton të mos vazhdojë të jetë pjesë ose vegël e subjekteve tjera politike, po të krijojë atë identitetin e vet për një subjekti politik serioz,